boje kështu? Ma thuj që pse ma boje kështu? Ma t'lutë, ma boje që pse ma boje kështu? Jo, a di gjo pse boje kështu shpirt? Po qaj boje këtë gjëra? Po pëlqej, më pëlqej shumë. Unë tash po e ndjen që po më pëlqen. Nga Molzat, po pas ke drejt. Po pra, shumë bukur. Je një mashtrues gazetar i atyre që i the për Brikenën, që e ke kurorën po, e ke kurorën të blerë, tje ke thonë atë. Dhe erdhe me bif kundra Brikenës dhe tregove shumë mirë vetën që ti je një gazetar, ti je një gazetar, tim që do të futesh tu brenda direkte në thelën e çiftit dhe kam më keq se ty, e kam dhe unë më keq se ty, zero respektin. Intelekti im jam shumë real, nuk jam yndyrë si ti që futesh në për çifte direkte në marrëdhënie e tyre drejt për drejti dhe i shkatron ato. Dhe don të dalish ashtu si që në realitet duke pas një Instagram që thjesht po ti nuk i kupton po si puna jote ti e di si qa bëjë ti e di shumis se qa bëjë si puna jote ti puna jote nuk ma protastik gisht unë me surradin ta që keti me surradin që keti që pa e tërgo këtu në të emision duke u futur këtu në të emision direkte në qifte ke Brikena duke u futur direkte Selina ti këtu qas po sheftu pra ti të regon që ti e gazetar i dyr roze pra do të që ti je gjeloz sepse në moshën që je ti tu do t'ishe i dashuruar në moshën 32 vjeç do t'ishe një vajzë afër por ti je gjeloz dhe për te gjo është po pra heshtin ti nuk je aj ti shka sepave ti kurse ti shko direkte në fen eksperienca jote jetësore dhe futesh direkte në mardhonjet edhe jep edukat ku i kam unë ato? Mbrapa këtu jo, ty e pak më përpara se të një mori ky profesor doktori eksperienca jote jetësore me të nga dhonë neve edukat ma thuj qaj dukat tje ti e paftyr ma vla të kemi shmi si puna jote që ju shkon qifteve direkte mes për mes dhe i shep mardhonjet e tyre dhe fillon e bon me qapon me Brikenën drejt për drejt dhe me Selinën shkon drejt direkte nuk ka më fali se ty nuk du duhen edhe do kësh mashtrus po me mashtrus jetim ola unë shka mashtrus bëngjej shumë keqarde ku eshe mashtrimin me ti po ka me shkru po do shkrush nuk diskutohet jashtë nuk diskutohet po ku eshe mashtrimin të unë ku eshe mashtrimin ke unë ku për shumë gjdo dit taj publikut bës afro ftyrën të gishte qepi maj mrapa gjdo dit publikun ti e mashtruar me gënjeshtra me mashtrimet e tua vjen jep qëndrimet tonë e tjera ti e i dyrë më vla ti vdes për ta gjyat specin ti ku ka erë këtu kjo huna jo të futet e apo kështu mu pas ka erë këtu tak futesh majna vdes për të fut atë hunën vdes për ta fut ku ka erë këtu ku ka fekale këtu bisedash ti futesh aty ti futesh në fekale bisedash ti e ai që i paftyr kudo që janë këtu qifte që bëjnë ato pisliqet ti do t'jesh se zbon mes tyre dyve të di se qa bëjnë për këtë ke artu ti shyga ajo që erdha aty edhe ke kjo që po bën me Selinin vend si të bisedoj me njëri tjetrin ti shko tashi edhe futesh mes tyre në debat e për qaj po këte? Ma thuj që për qaj bo ti qa të intereson qa bëjnë ato dy bjeri nga jashtë që nga mrena sepse ti shkon ke Selin dhe flet aty e di që jam buda e di shumë mirë e di u shumë mirë ti e shumë i shkret e jam shumë i shkret e di shumë mirë por mos arro ku do që t'ket mos arro ku t'ket fekale këtu me zhyt Turinin mos arro huna kështu au paska këtu u paska dhe këtu aty zhytu ti që të duhet për roz sepse është fix profesioni të gjithë gazetarve roz ti jep shemullin më të mirë këtu për gjithë gazetarët roz ti e jep shemullin ofendon gazetar? po ty jo gazetar jep shemullin qao miru pafshim tash se erdi profesor doktor rrim folem marrova unë edhe ashtë misionet tashi shofi shqiptarët faleminderit qao shpirt qao dashuria ime qao se jam vetëm të fletëson jam vetëm sot unë nuk ka hik arditi Papa jo nuk më ledha toj nuk më ndjeve i ledha tua të marrë të koq
Unë ja thash, shka kam i thonë, po unë si për tas. Halo me pijama, po më që di. Po, sot nuk është disponim. Nuk jam disponim. Do ndrohen pastaj. Aty ma ti që thot. Ai të shef ty dhe Se ti ndryshove,